Për qafimet e Edi Ramës me Ivanka Trump në Shqipëri në hijen e megaprojektit turistik prej $1 miliard të Jared Kushner. Ky është titulli që media më e madhe greke, Protothema, e cila shpeshherë ka shkruar për vendin tonë dhe për projektin e Sazan, e ka shoqëruar artikullin e saj për vizitën e fundit në Shqipëri të vajzës së presidentit të Shteteve të Bashkuara të Amerikës, Ivanka Trump. Vizita e vajzës së Donald Trump në Shqipëri, e cila nuk ishte thjesht një ndalesë protokollare, por një lëvizje e mirë kalkuluar ku ishte e përzierë diplomacia, interesat familjare dhe një nga projektet më të mëdha turistike në Mesdhe, ka xhelozuar kështu fqinjëtan jugor. Në artikullin e mëposhtëm ata kanë shkruar për darkën e saj me Ramën në Vlorë, ku të pranishëm ishin edhe arkitektë të famshëm ndërkombëtar. Artikulli ndalet edhe te transformimi i Sazanit nga ish bazë ushtarake sekrete në destinacion elitar, si dhe roli personal i Edi Ramës në afrimin e familjes Trump me Shqipërinë. Mbrëmjen e së mërkurës, kryeministri i Shqipërisë Edi Rama dhe vajza e presidentit të SBA-s Donald Trump, Ivanka Trump, patën një darkë pune në qytetin e Vlorës. Në darkë morën pjesë anëtarët e ekipit të punës së Ivanka Trump dhe arkitekt nga e gjithë bota, si pjesë e investimit që ajo dhe bashkëshorti i saj Jared Kushner po planifikojnë në ishullin e Sazanit në Shqipëri. Argëtimi për 2 zyrtarët u sigurua sipas të njëjtit burim nga një grup muzikor polifonik. Pas darkës Edi Rama dhe Ivanka Trump u pan duke u larguar me të njëjtin automjet si pjesë e një autokolone prej rreth 50 makinash, shkruan media greke. Më pas ata vijojnë me komentimin e projektit të dhëndrit të Trump në Sazan. Sazani, një ishull i vogël shkëmbor në mes të Adriatikut, kohët e fundit është bërë i njohur si ishulli Trump, një copë toke që qeveria shqiptare po përgatitet t'ia jap me qira Jared Kushner për zhvillimin e turizmit. Në të njëjtën kohë dhëndri presidentit të SBA-ve po planifikon gjithashtu një kull Trump në qendër të Beogradit, duke shkaktuar reagime të forta si në Serbi ashtu edhe në Shqipëri. Siç është vënë në dukje në një artikull të detajuar nga revista franceze Le Point, Sazani i ngjan një parajse, një copës e vogël shkëmbi në Adriatik, shtëpi e gjarpërinjve, karkalecave, zogjve dhe thuhet se edhe disa arinjve të cilët gjejnë stre në bimësinë e tij natyrore, me livandot e egër dhe pisha 300 vjeçare. Në verë disa varka të fryra transportojnë turistë nga Vlora aty pranë për 2 orë natë në një plazh të madh, përpara se të shkojnë në shpellën e Haxhi Aliut, një pirat i shekullit të 17, i cili sipas legjendës fsheu atij arka me monedha ari. Ishulli është bërë gjithashtu një stre për breshkat e detit. Për 60 vjet Sazani shërbeu si një bazë ushtarake, sekrete nga e cila sot ka mbetur vetëm bunker të shkatruar dhe mira mina toksore. Enver Hoxha ishte thellësisht dyshues. Diktatori komunist që sundoi Shqipërinë për gati 4 dekada, kishte frikë nga pushtimi nga italianët, jugoslavët, amerikanët dhe rusët. Pas rënies së regjimit në fillim të viteve 90, Sazani u bë një tokë askujt, ishulli i fundit i pabanuar në Adriatik. Dashuria e Ivanka Trump dhe Jared Kushner për Sazanin, sipas mediave greke, është bërë tashmë pjesë e traditës lokale. Nisi 4 vjet më parë kur çifti shkoi me pushime me fëmijët e tyre në Greqi, thon ata. Në Tiranë, ku qeveria dhe komuniteti i biznesit ndërrojnë të ndërtojnë hotele luksoze dhe ku numri i turistëve është trefishuar gjatë një dekade, vizita e tyre u pasi një mundësi. Ishte aurontare, një ish arkeolog i cili sapo ishte emëruar drejtori i përgjithshëm i Agjencisë së Bregdetit Shqiptar, organizoi një vizitë të përshtatur për çiftin Trump Kushner dhe disa investitorë të tjerë potencial, përfshirë Nasser Al-Khelaifin, kreun e PSG-s dhe një biznesmen nga Emiratet e Bashkuara Arabe. Ata u siguruan që të mbërrinin në Sazan me një helikopter dhe një jat luksoz. Tare i njeh mirë vendet më të bukura të rajonit. Ai tregoi grupit vilën spektakolare të ndërtuar nga George Tenet, djali i emigrantëve shqiptar dhe ish drejtori i CIA-s në administratën e Bill Clinton dhe George W. Bush. Ai organizoi një vakt me ushqime deti në restorantin më të mirë të zonës, të organizuar nga ish shoku i tij ekipit në basketbol, vet kryeministri Edi Rama. Në pushtet që nga viti 2013, Rama duket i ngrohtë, mesdhetar, informal dhe e njeh personalisht Donald Trumpin, të cilin e ka takuar në samite ndërkombëtare. Operacioni u konsiderua i suksesshëm nga të gjitha palët. Ivanka Trump dhe Jared Kushner filluan të diskutonin hapur se çfarë mund të bënin në ishullin që Shqipëria ishte gati t'ia jepte me qira. Ata mobilizuan arkitekt dhe avokat. Vitin pas ardhes Kushner u kthye në Shqipëri. Së bashku me partnerët e tij deklaroi se ishte gati të investonte pak më shumë se $1 miliard, jo vetëm në Sazan, por edhe në gjirin e Sazanit, në një rip të gjerë toke në veri të Vlorës që mbetet i pazhvilluar. Dhjetorin e kaluar, një muaj pas rizgjedhjes së Donald Trump, Kushner nënshkroi një marrëveshje parapraqëqiraje me shtetin shqiptar për e vlefshme për 99 vite. Entuziazmi i menjëhershëm i Ivankës për Sazanin ka joshjen e një historie pushimesh egzotike, por mbi të gjitha është një histori që përfshin shumë të mëdha parash. Jared Kushner është larg të qenë një investitor naiv.
Firmat e tij me seli në Miami menaxhojnë asete me vlerë disa miliard dollar në të gjithë botën, kryesisht në lindjen e mesme, ku investitorët saudit janë partnerët dhe aksionerët kryesor.